Këtu është horoskopi i mërkur 14 maj 2025. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Në dashuri, gjërat janë në rregull. Duhet të nxitoni për të bërë një zgjedhje të rëndësishme, ka ardhur koha të shoqëroheni me njerëzit e duhur, mos humbisni kohë. Mbrëmja e rikuperimit psikofizik. Demi. Disa paqartësi në familje, problemet që duhen zgjidhur midis prindërve dhe fëmijëve, mbrëmje më e qetë, por në këtë periudhë nuk është e thjeshtë të mbash durimin tënd në gji, lodhje në pasdite. Binjaket. Puna dhe kënaqësitë ekonomike janë në rrugë, një potencial i mirë për ata që studiojnë ose duhet të fillojnë një rrugë të re në karrierë. Sonte do të jeni gati për të dashur, ditën e mirë, një shigjetar ose luan mund t'ju interesojë më shumë. Gaforia. Një lajm i mirë do të vijë në punë dhe në sektorin ekonomik. Çifte që martohen në këtë periudhë janë me fat. Periudha pjellore për ata që duan dhe mund të kenë një fëmijë. Emocionet në vazhdim. Luani. Dashuritë e reja janë shumë të rëndësishme. Sektori praktik ndikohet mirë, së bashku me një ujor mund të bëni një plan të shkëlqyeshëm për të ardhmen. Virgjeresha. Një horoskop më i lehtë sepse gjithçka që keni në mend po ndodh ngadalë, edhe një ndryshim në lidhje me punën ose shtëpinë. Peshorja. Është e vërtet, lodhesh, por të paktën mendja nuk të mendon për problemet e shumta, me pak fjalë, këto ditë duhet të devijosh. Lini ankthin në dashuri. Akrepi. Shumë janë ata që ndjehen të lodhur, nervoz, edhe është e mundur që duhet të filloni nga e para në dashuri ose në punë. Mund t'ju kaploj një melankoli e lehtë që ju këshilloj ta shmangni, mos i nënvlerësoni takimet e reja. Shigjetari. Shtyrja e çdo pavendosmërie është e rëndësishme gjatë kësaj kohe, ju jeni i fortë, mund të jeni në gjendje të merrni më të mirën në shumë fusha të jetës tuaj, dashuria është protagoniste në këto ditë. Britsjapi. Mirë se vine lajmet në dashuri dhe në fushën profesionale. Gjatë kësaj kohe, njohuritë tuaja janë me vlerë ari. Udhëtimet favorizohen, mundësi për ata që nuk qëndrojnë të mbyllur në shtëpi. Ujori. Përpiquni të jetoni me pozitivitet marrëdhëniet shoqërore dhe takimet e biznesit. Jepini vetes një pushim mendor dhe fizik. Nëse mundeni, përpiquni të devijoni sa herë që është e mundur. Peshqit. Disa nga kërkesat tuaja ishin të pasuksesshme, sot ju mendoni se i keni të gjithë kundër. Në dashuri duhet të përpiqeni të jeni më paqësor, po ndodh një krizë e vogël, bezdi për të shmangur sidomos me një ish. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.